prej dikut të qëndrueshëm në progresin tonë për këto çështje. Ajo çfarë neve akoma jemi duke lënë pezull apo duke lënë mënjanë shtypërisht çështja e të drejtave themelore, sidomos liria e fjalës dhe e shpresës, sidomos çështja për mediat, që ne vazhdojmë për disa vite më radhë në fakt që të kemi një progres të kufizuar dhe BE-ja nuk i lë pa përmendur të gjitha rekomandimet që ka, sidomos për autocensurën të shembull që ndodh gazetarëve, për kushtet shufqia të punës së gazetarëve, për media gjithashtu, por edhe për këtë direktivën anti-slap që BE-ja po e kërkon shumë, pra intimidimi i gazetarëve që duket që vazhdon të jetë ende prezent. Dhe kur flasim për media është një element dhe liria e shpresës është një element shumë i rëndësishëm, është themelor, pra është pjesë e kapitullit 23. Vlerësimi bëhet në mënyrë të detajuar dhe rigoroze dhe Bashkimi Evropian nuk mund të bëjë kompromise sidomos për këtë çështje dhe besoj ky do të jetë një element që ne duhet ta kemi shumë në konsideratë, sidomos nëse duam të ecim me këtë ritëm dhe të mbyllim negociata deri në 2027. Siç është dhe ambicia. Siç është edhe ambicia, po deret e ndërmjetësve për këtë edhe kapitulli 24 ne nuk mund të vazhdojmë me mbylljen e kapitullit. Kështu që këto janë pak shumë elemente që në konsideratë. Në përgjithësi, nëse do të bënim një rezume të 23 kapitulleve, mund të themi që më shumë se gjysma janë në etapë përgatitjeje, kemi disa kapitull që janë në nivel të mirë të përgatitjes, siç është kapitulli për energjinë për shembull, apo për marrëdhëniet me jashtë, ndërkohë që vazhdon problematik kapitulli për mbrojtjen e konsumatorit. Këtë vit nuk ka pasur progres dhe vazhdon të jetë në fazën e hershme të përgatitjes, çka nuk kupton që u bë mos gaboj i kreti vitrallazi që neve vlerësim kaq të ulët për këtë dhe mos harrojmë se kur flasim për brojtjen e konsumatorit, flasim për çdo lloj produkti dhe për çdo lloj shërbimi që ne si konsumator përdorim dhe legjislacioni aty do jetë shumë i madh, shumë teknik dhe duket që ne akoma nuk jemi të përgatitur për të kaluar dhe për të përafruar me atë çfarë na kërkon Bashkimi Evropian. Nirvana, është përshtypja ime apo edhe disa kolegëve që ne konsultuam pjesën e raportit për Shqipërinë për këtë vit që dokumenti, raporti i shkruar është kritik dhe Marta Kos kur e prezantoi Shqipërinë me zgjidhje vendeve të tjera ishte më shumë optimiste se dokumenti i shkruar? Në fakt ndodh se kjo kombinimi i asaj çfarë është teknike dhe çfarë janë standardet dhe kriteret për të cilat nuk është mund të përdorë çdo gjuhë diplomatike, pra ose është bërë ose s'është bërë, dhe nëse s'është bërë, atëherë komisioni raporti të vendos një rekomandim. Nga ana tjetër, edhe publikohet dhe përgatitet nga Komisioni Evropian nuk janë vetëm vlerësimet dhe mendimet e Komisionit Evropian, por janë të shumë aktorëve të cilët bëjnë vlerësime dhe rekomandime për situatën. Delegacion për shembull të BE-s në Shqipëri, aktorët e ndryshëm si biznesi, shoqëria civile apo media në Shqipëri, ata her pas here vinë në takime në Shqipëri, bëjnë takime, sugjerime, rekomandime, gjithashtu edhe vetë vendet anëtare kanë me përfaqësuesit e tyre kanë gjithashtu vlerësimet e tyre me këtë çështje. Kështu që raporti le të themi e kalon simin apo rekomandimin e Komisionit Evropian. Ndërkohë që ne shohim që nga ana e funksionerët të zgjerimit të vendit tonë, por edhe presidentës së komisionit, kemi një motivim që i vjen pikërisht edhe për të mos na penalizuar apo për të mos na hequr rrugën që kemi në kuadër të reformave. Dhe sot pam që gjithmonë më shumë po theksohet që integrimi në Bashkimin Evropian për faktën Malin e Zi dhe Shqipërinë është reale që Bashkimi Evropian, sidomos Komisioni, po e shtyn shumë. Edhe ajo çështja e vetos që është diskutuar këto kohët e fundit, pra a do të ketë antarësi të vendeve të Ballkanit Perëndimor, si Shqipëria, Malizia apo të tjera që do të vazhdojnë pra pak të drejtën e vetos, më shumë se sa do të kërkohet një penalizim i vendeve të reja, vetë Bashkimi Evropian e shikon që vetëja po kthehet në një gangren për vendimarrjen në bllokuese. Është bllokuese, jo vetëm politikën e zgjerimit, por kemi parë që bllokimi ka ardhur edhe për sanksionet kundër Rusisë për shembull,